Trepça 89 ka zyrtarizuar trajnerin e ri. Skuadra Mitrovica së në stinorin pramveror do të drejtohet nga Gani Sejdiu, i cili ka nënshkruar marrëveshje me klubin ku ishte trajner edhe më herët. Ky lajm ka gëzuar te imase jo vetëm zyrtarët e 89-shit, por edhe futbollistët të cilët ekipi Tribuna Channel i vizitoi gjatë ditës së mërkurë, ku stërvitjen ishte duke drejtuar drejtori sportiv Veton Qitaku. Ai e konfirmoi marrëveshjen me Sejdiun, si dhe theksoi që gjatë ditëve në vazhdim mund të ketë përforcime të reja. Kemi arritur marrëveshje me trajnerin Gani Sejdiu, i cili prej nesër do të bashkangjitet ekipës dhe do të fillojë stërvitjen. Vërtet do të vazhdojë stërvitjet e klubit. Po, është një stimulim më i madh edhe me ardhin e trajnerit Gani Sejdiu. Shpresoj që do të jem në pjesën e lartë të tabelës, nuk do dorëzohem deri në fund. Po ashtu jemi edhe në garë për kupë, kështu që ambicet janë të mëdha për klubin Trepça 89. Sipas Qitakut, forma e ekipit është e mirë, ani pse kanë pauzuar 3 javë. Megjithatë, ai nënvizoi se të gjithë lojtarët e kanë pasur planin e punës gjatë pushimit. Kapiteni Trepçës 89 që disa vite, Shpëtimi Drizi, u shpreh i kënaqur me ecurinë e përgatitjeve, duke bërë me dije se Mitrovicasit me trajnerin Sejdiu kërkojnë sukses në kampionat dhe kupë. Pregaditje kena fillu që ditë, do më thonë kena përmbajt aty në detyra që na ka caktu treneri gjatë pushimit, do më thonë që kena pasë një mujorë. Normal, puna deri tash është shku mjaft mirë, shpresoj të vazhdoj me këtë ritëm. Synimet e Trepçës 89 janë gjithmonë titulli kampion edhe Kupa e Kosovës. Normal tash me ndryshimin e shtabit teknik me ardhen e trajnerit të minor Gani Sejdiu, shpresojmë në një Trepçë 89 këtë më ndryshe se sezonin e kaluar. Besoj që me një 2-3 përforcime do të jemi aty në krye të tabelës. Dëshira ju realizua edhe shënuesit më të mirë në futbollin kosovar në 2 vitet e fundit, Blerand Kurtishajt, i cili e kishte kërkuar Sejdiu në krye të Mitrovicasve. Po e kom thonë edhe jam shumë i lumtur që trajneri Gani është këto, është një trajner i trofeve dhe mendoj që ndoshta do të sjellë edhe ndonjë trofej këto. Jam shumë i lumtur që ardh për ai. Synimet e Trepçës 89 janë si gjithmonë kreu i tabelës. Mirë po jemi në garë edhe për Digital Kupën e Kosovës, pra njëra nga këto dyat mendoj se duhet të vinë në Mitrovica. Ai foli edhe për përgatitjet e skuadrës dhe tha se janë duke shkuar ashtu siç është më së miri. Disa fjalë për mikrofonin e Tribuna Channel i foli edhe nigeriani Adeleke Akinemi, i cili kur më parë nuk ishte dëgjuar për Kosovën, por që nga momenti që nga zbritur në Mitrovic po kalon momente shumë të mira. Yes, the training is going fine. Jemi duke përgatitur për pjesën tjetër të kampionatit. Përgatitjet po shkojnë shumë mirë. Kam shënuar një gol, por në ndeshjet në vazhdim do të mundohem të shënoj edhe më shumë. Më herët nuk kam dëgjuar kur për Kosovën, por jam duke kaluar shumë mirë këtu. Sinqerisht, këtu më pëlqen gjithçka, u shpreh nigeriani. Për mes fushorin Argjend Mustafa, ardhja Sejdiu do të thotë shumë për 89-shin, pasi që bëhet fjalë për një trajner kampion. Përgatitjet po shkojnë shumë mirë, shihet që lojtarët nuk kanë bëshu, do thotë gjatë kësaj periudhe, nuk kanë bëshu totalisht, do thotë kanë punuar secili atë sa ka mund. Jo pak fitness, jo disa kanë dalë me vrapu, do thotë forma shihet që është e mirë. Po sigurisht Gani Sejdiu është u zgjall edhe trajner më i mirë në Kosovë, edhe besoj që me Gani Sejdiu në krye do të jem një ekip i fortë. Gjithmonë Trepça 89 nuk kanë fort, mirë po si vjet besoj që kam qenë më ndër se erat e kaluara. Zyrtarisht Gani Sejdiu do ta marrë drejtimin e Trepçës 89 në stërvitjen e radhës e cila do të jetë e njëjtën. Sejdiu do ta zëvendësoj të shkarkuarin Arsim Thaçi për shkak të rezultateve negative. Ndërkohë Gani Sejdiu u largua nga Feronikeli pas përfundimit të stinorit vjeshtor, skuadër me të cilën fitoi titullin kampion, kupën dhe u shpall kampione vjeshtore.